Jeni të thirrur që nëpërmjet jush ne t'i shprehim pakënaqësitë tona, revoltën dhe padrejtësinë e madhe që na bëhet neve. Edhe pse Ministri Aliu, Drejtori Elezi dhe Kryetari Kasami premtuan për vendet tona të punës, prapse premtimin e tyre e rrëzuan poshtë antarët e tyre partijak. Ne sot qëndrojmë këtu për të kërkuar drejtësi për vendet tona të punës të cilat na u premtuan dhe janë vende shumë të merituara ku secili nga ne ka së paku 6, 7, 8, 9, dikush edhe 10 vjet në këto vende të punës. Ku në asnjë mënyrë si kemi keqpërdorur këto vende, edhe pse siç e dini, kemi punuar me muaj pa paga, pa sigurim shëndetësor dhe pa sigurim pensional dhe pa të drejtë pushimi. Edhe pushimet kemi pas 1 ditë ose 2 ditë edhe atë si dim edhe ne se i kemi marrë. Kësaj padrejtësie do t'i shkojmë deri në fund. Edhe po qëse do të duhet të shkatrohet ky konkurs. I respektuar drejtor Elezi, ju kur erdhet në këtë pozitë, ishi i pari që me shumë bindje premtuar vendimet tona ku në të kundërtën në qoftë se nuk do të arrini të realizonit, do të jepni dorëheqje nga pozita e drejtorit. Ministër Aliu, ju kur erdhet në klinikën tonë për t'u takuar me personelin që është me kontratë, premtuar se jemi me eksperiencë shumë vjeçare dhe se do të kemi përparësi në marrjen e vendimeve. Kryetari Kasami, edhe ju 2 ditë para zgjedhjeve, erdhet në spitalin në zirën e konferencave, na tubua të gjithëve të punësuarve me kontrata dhe thatë se puna jonë ka shumë ndikim për klinikën e Tetovës dhe se do të marrim atë që na është premtuar. Edhe pse patëm premtime nga 3 figura të rëndësishme, asnjëri nuk arriti të realizoj premtimin e dhënë sepse vendet tona i zëvendësuat me antarët partijak. Vallë, premtimet ishin vetëm për të marrë votat e nevojshme dhe premtimet ishin të zbrasta, kërkojmë të na përgjigjeni në pyetjet tona për atë që na është premtuar. Nuk do të presim konkurs tjetër, mjaft pritëm. Duhej personeli nga jashtë të pres për herën tjetër e jo ne. Ju kërkojmë që kontratat tona t'i transformoni në vendime dhe atëherë ne do të tërhiqemi të kënaqën. Në të kundërtën, revolta jonë do të vazhdoj. Tash do t'ju drejtohem për rastin tim personal. Unë jam psikolog në repartin e psikiatrisë, jam këtu prej vitit 2018 deri tani. Edhe pse kemi punuar në kushte të vështira, edhe në Covid, edhe pa paga, edhe të infektuar, ne kemi qenë të detyruar të jemi në punë. Edhe pse kam të ndjekur shumë trajnime, të cilët i kam paguar nga buxheti im personal, e kam dëmtuar buxhetin familjar, vetëm që t'jem i denjë për të punuar në atë repart, ato nuk janë marrë parasysh as pak nga askush. Tash ne kërkojmë përgjigje, sepse prej këtu do të vazhdojmë edhe më tutje, do të vazhdojmë edhe në ministri, po nëse duhet edhe pranë kryeministri që edhe ai të na përgjigjet në japë ndonjë përgjigje se çka duhet të bëjmë dhe si është puna për të punësuar ne në këto klinika, çfarë duhet të bëjmë ne, a vlen ai mundi jon që gjatë Covidit kemi punuar pa ndërprer.